të ekonomisë, çështjeve juridike dhe sociale. Kemi kënaqësinë që sot të na nderojë dhe kryetari i Akademisë. Kryetari i Akademisë së Shkencave Akademik Profesor Shëndet Gjinushi, kryetari dhe gjithë të tjerë të ftuar, sipas rendit të ditës të mbledhjes sotshme, kemi një diskutim që ka të bëjë me procesin e negociatave në Bashkimin Evropian, kapitulli 25 shkenca dhe kërkimi shkencor, por që në thelb të tij ose në ndihmë të tij, Qeveria Shqiptare përmes Akademisë Shkencave dhe Ministrisë së Arsimit ka përgatitur dhe ka çuar për miratime dhe projekt ligjin për shkencën. Unë besoj se diskutimi i sotshëm do të bëjë jo vetëm një prezantim, edhe një sqarim të çështjes që ka të bëjë me negociatat me kapitullin 25, por në të njëjtën kohë edhe me rolin që luan Akademia e Shkencave në këtë çështje dhe veçanërisht edhe me ndonjë diskutim dhe reagim që mund të kemi për sa i përket fazës ku ndodhet në diskutim ligji për shkencën, aq më tepër që ka pasur diskutime, ka pasur edhe disa reagime. Bordi i drejtorëve të Akademisë së Shkencave i ka konsideruar këto diskutime dhe ka bërë reagimet e veta, ja ka dërguar edhe Komisionit për Arsim dhe Shkencë për t'i konsideruar një pjesë të tyre. Kështu që kam kënaqësinë t'jap fjalën kryetarit të Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi. Profesor, fjala për ju. Ku të doj, ku i bie ai avasus? Desën nga komisioni për të marrë pjesë në këtë mbledhje pune dhe mjaft të rëndësishme, sepse tema e shqyrtimit të kapitullit 25, domethënë është tashmë një nga shqyrtimet kryesore apo angazhimet kryesore jo vetëm të akademisë, të qeverisë, të pra të institucioneve të vendit, dhe kuptohet pastaj më të interesuara janë institucionet që lidhen me arsimin dhe shkencën. Kështu që unë s'dua të konsumoj gjithë problemet e projekt ligjit të ri, sepse janë parashikuar dhe folës të tjerë, po do thosha këto që së pari edhe debati që bëhet duket i tepruar në aspektin se vetë kapitulli 25 ne tashmë do kalojmë filtrin evropian. Dhe kalimi i filtrit evropian do thot korrigjosh dhe ligjet që kanë fuqi dhe jo më të shtosh problemet me ligjin e ri. Pra ka një gardian që quhet Evropë, i cili do kërkoj dhe kërkon në vazhdimsi që projekt ligji i ri në mënyrë absolute të jetë sa më në përputhje me standardet. Madje për Akademinë e Shkencave ka qenë dhe është bindja dhe kemi përmend disa herë që rasti i miratimit projekt ligjit të ri për shkencën është një rast për të korrigjuar, përmirësuar dhe legjislacionin në fuqi, pra si ligjin për arsimin e lartë, atje ku është nevoja, apo dhe vetë ligjin e Akademisë së Shkencave. Pra faktikisht Shqipëria ka sot 2 ligje dhe një projekt ligj që mbulojnë fushën e arsimit lartë dhe të shkencës. Dhe prap kërkesat apo pretendimet që ligji i ri të përputhet me ligjin e arsimit lartë është detyrim, nuk është kërkesë. Pra gjë e parë që në artimin e një projekt ligji është që mos përplaset me të tjerë. Ose në rastin më ekstrem është që ky projekt ligj shet të nevojshme të korrigjohet ligji tjetër. Pra rrjedhimisht projekt ligji për shkencën absolutisht qëllimi, synimi dhe përmbajtja në parim, si që shprehet kuvendin përgjithësi që spari në parim, pra është një ligj që duhet, është i domosdoshëm dhe është një ligj plotësues. Sepse ne kemi
vetëm një ligj që mbulon arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor pranë arsimit të lartë. Ku pjesa pastaj kërkimit shkencor pranë arsimit të lartë në ligj konsumohet shumë pak. Unë ka vetëm 2-3 nene që flitet për institutin dhe asgjë më tepër. Madje pastaj pa hyrë që ka dhe probleme teknike ligji i arsimit të lartë, për shembull që në përcaktimin dhe në përkufizimet bazë të tij, apo për shembull përmendja dhe e titullit akademik që s'merret vesh me ç'rast është vendos në këtë ligj. Ashtu siç flitet edhe për institute pranë ministrive, po s'thuhet asgjë, sepse nuk përputhet me objektin e ligjit të arsimit të lartë, sepse institutet pranë ministrive s'janë pra shkolla e lartë. Pra ka dhe shmangje në objekti e marrë në këtë kuptim. Prandaj ligji për shkencën është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm, ashtu siç ka një regulator të përgjithshëm dhe të plot për arsimin e lartë, duhet ketë një regulator të plot për ligjin për shkencë. Dhe faktikisht, kur vim tek problemet konkrete, shkelje kushtetute apo cënim i ligjit të arsimit të lartë, këto jo vetëm që nuk janë në masën që thuhet, por janë të korrigjueshme, kanë bëjmë vetëm me saktësime, dhe do thosha që vetë ligji për shkencën, projekt ligji për shkencën, a priori dhe nga përmbajtja e cënon më pak kushtetutën se ligji i arsimit të lartë. Pra, po të marrim ato argumenta që përpiqen të përdorin, pra shqetësimet janë të drejta, po argumentat nuk qëndrojnë. Pra, sigurisht që deri në fund do kesh merak që të respektohet sa më mirë parimi kushtetues i lirive akademike, sepse juristët din mirë dhe nuk ka një normë të mirë fillt në kushtetut që mund të cënoj ligji. Pra, është thjesht një parim. Dhe shkelje një parimi, pastaj është gjithmonë objekt gjykimi, nuk është kështu që mund ta konstatosh a priori. Pra normë, shkeljet kushtetuese në mënyrë të dukshme apo eksplicite nuk ka, dhe s'ka si të ketë. Ndërsa edhe në frym, për ligji për shkencën, absolutisht që nuk ka për qëllim as tendencë, as norma të caktuara të cilat shkelin kushtetutën. Problemi i martesës sa më të mirë të projekt ligjit me ligjin e arsimit të lartë, kjo është bërë. Ligji e bën këtë, ambiguitetet vinë nga ca gjëra teknike, të cilat janë krejtësisht të rregullueshme, në një formulim më i qartë pikërisht se deri në çmas ligji vepron në tërësi dhe në çmas ligji pastaj në mënyrë specifike nuk vepron më tek institutet pranë Akademisë Shkencave dhe institutet pranë shkollave të larta. Dhe me sqarimin e kësaj bie gjithë ajo tymnaja që ose si thosh shqetësimi i egzageruar apo i pa argumentuar. Kështu që do thosha edhe një herë atë që projekt ligji ka lindë si nevojë edhe për faktin sepse ne kemi një projekt ligj fuqi, po që është haruar dhe shtuar, ka shtuar veten, sepse në të parashikon institucione që s'janë ngritur kurrë, shumë Komiteti i Shkencës, në atë ligj Akademia e Shkencave është në varësinë e Këshillit Ministrave. Pra, ky është një hap shumë dhe këto janë varësitë, sepse çuditërisht ne kur flasim për pavarësi, harrojnë që pavarësia duhet ruajtur ndaj ekzekutivit, jo ndaj njëri tjetrit. Pra institucionet shkencore nuk janë të pavarura ndaj njëri tjetrit, përkundrazi tërë ligjet synojnë se si të bashkëpunojnë institucionet arsimore shkencore. Dhe kush i trëmbet pastaj kontrollit, si thosh, midis homologësh, vetëm mediokrit i trëmben kësaj, sepse shkenca ngrihet vetëm mbi debat shkencor, mbi ballafaqim, mbi krahasim, mbi rankime që bëjnë institucionet caktuara, specializuara. Ndërsa gjithë problemi është se në çmas hyn ekzekutivi. Dhe pikërisht këtu është rasti që edhe te ligji i arsimit të lartë, në të cilin ndërhyrja e ekzekutivit është madje dhe e tepruar,
por edhe shumë ngarkesë për vetë ekzekutivi. Po të lexosh aktet nën ligjore, në zbatim të ligjit të arsimit lart, nuk e di a ka njeri që ka arrit i lexoj gjitha. Domethënë se janë vetëm lloji i akteve janë një 10 faqe, 15 faqe. Dhe jo më, pra pikërisht këto hapësira dhe këtu janë sekretet e legjislacionit, në çmas do e rregullosh pra në rregullat apo rregullat e tjera përveç normës ligjore, në çmas do i rregullosh me vendime qeverie dhe në çmas do i rregullosh me statutet e brendshme. Dhe pikërisht këtu janë dhe përparësitë e ligjit të ri për shkencën, sepse tregon qartë se ç'është një institut kërkimor dhe kush janë aktet detyruese që rregullojnë këtë institut. Dhe kush disa do pak në jurisprudenca që fakti që në institut, për institutet kërkohet kënë drejtor, këshill shkencor dhe të kenë statut dhe rregullore, të tërë e dinë që vetë pasja një statuti do thot autonomi. Pra statuti është karakteristike institucioneve të cilat nuk i marrin ose ushtrojnë tërë kompetencat në ligj. Kanë dhe vetë qeverisi, kanë dhe vendimarrje të brendshme. Kështu që pikërisht këto garanton ky ligj, ashtu siç rregullon shumë mirë statutin e punonjësit kërkimar shkencor, i cili në ligje tjera nuk bëhet, ne e bëjmë në statutin ton, kështu që thash që s'do i konsumoj të gjitha, por kështu që po e mbyll me atë që ne si akademi me një korrigjim të asaj që tha Anastasi, ligji është bërë në një komision ku është përfaqësuar shkollat e larta, ka qenë dhe Akademia e Shkenca dhe Ministria dhe disa institucione tjera. Jo se the shkollën e lartë. Donë edhe sepse do hapim një temë të fund për të folur hapur, çuditërisht një nga shqetësimet më të shqetësuar ishin disa, jo për këto që thanë problemet, se sa mos kishte ndonjë ndeshje me kushtetutën apo me ligjin e arsimit lart, se sa me faktin se mos ligji për shkencën fuqizonte akademinë dhe dobëson universitetin. Këtu pastaj dalin tek ajo që na hapja, në zhvillimit trëmbet vetëm ai që i prishet rehatia. Dhe ka dhe një parim pasaj që kur i prishet rehatia atyre që kanë rënë rehati, s'po them parazitizmi, tregon shenjë mirë, tregon që reforma është e suksesshme. Dhe që ligji duhet bërë. Kur në Akademinë e Shkencave, jo që se ekziston kjo frymë, se për vetë në natyra që është Akademia e Shkencave, por për struktura që janë pranë Akademisë Shkencave dhe që gjithë njësit, projektet, gjithë shka, konferenca, vetë ky komision është i hapur nga institucionet të arsimit lart dhe shumicën e tyre përbëhen nga shkollat e arsimit. Pra, akademia nuk mund të ndahet nga shkollat e larta. Dhe pararimisht ky shqetësim është i gabuar, është tendencioz dhe urojmë që të jetë vetëm si thosh, mbartës të jenë vetëm grupet caktuara që mendojnë që u prishet rehatia lokale, por nuk kanë të bëjnë fare me atë që ka qëllim ligji i shkencës, që ka për t'i dhënë rolin e dur kërkimit shkencor, për t'i rënë rolin e dur shkencës, dhe e cila patjetër zhvillohet mbi të gjitha pranë shkollat e larta, por edhe jashtë shkollat e larta, edhe në strukturat të tjera, dhe çdo zhvillim i kërkimit shkencor ka ndikim të drejt për drejt në rritjen e vetë profesionalizmit të trupës pedagogjike, trup personelit akademik dhe të diplomave. Pra s'mund të ketë shkollë lart standarde evropiane pa një kërkim shkencor të standarde evropiane. Dhe arsimi shkenca ecin janë dy shtylla që duhet ecin paralelisht, së bashku, dhe dobësimi i njërës apo tjetrës ka pasoj për tërë sistemin. Faleminderit. Faleminderit, profesor.
Sipas rendit të dytës, kemi 3 çështje që do diskutojmë: procesi negociatave me Bashkimin Evropian, kapitulli 25 shkenca dhe kërkimi shkencor, nga zoti Gerald Jaupaj, që vjen nga Ministria e Arsimit. Në çështja 2 do të jetë një diskutim për projekt ligjin dhe prezantim për shkencën dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë dhe për afrimin tim me standardet e Bashkimit Evropian, nga Mirela Muça, drejtore e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, dhe në fund institucioni i Akademisë Shkencave në kuadrin e projektligjit për shkencën dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë, nga akademike Aurela Anastasi. Por më lejoni të them vetëm 2 fjalë në fillim për sa i përket çështjes së hapjes së negociatave. Padyshim që hapja e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian është një moment historik pas viteve 90, një moment shumë i rëndësishëm që e afron Shqipërinë më afër se kur me Bashkimin Evropian. Është një domosdoshmëri e cila është e lidhur me stabilitetin politik, me mirëqenien ekonomike, me modernizimin e administratës, me kohezionin social, me integrimin në tregun evropian, me modernizimin gjithashtu të gjithë aspekteve të shoqërisë shqiptare. Hapja e negociatave është përgjegjësi kombëtare, është shumë dimensionale, të gjithë e dinë që janë 33 kapituj. Ne sot këtu nuk kemi ndërmend të diskutojmë për 33 kapituj, por do të diskutojmë vetëm për kapitullin 25 të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, i cili ka si objekt shkencën dhe kërkimin, dhe megjithëse duket sikur në zëra, kështu në zhurmë, nuk zë vend në debatet politike, duhet pranojmë që ka një rëndësi të jashtëzakonshme për të ardhmen e vendit tonë, sepse ky kapitull përmban mundësi të mëdha për Shqipërinë për të përfituar në bashkëpunim me institucionet dhe projektet shkencore europiane, ka një rëndësi shumë të madhe për zhvillimin e ekonomisë shqiptare, është i domosdoshëm që të realizohet përshtatja në zonën europiane të kërkimit ERA, dhe natyrisht në të njëjtën kohë duhet të zgjatem, ka element shumë të rëndësishëm që përbëjnë bazën e forcimit të institucioneve kërkimore dhe inovative të Shqipërisë dhe të përpjekjeve që bën Shqipëria për luftën ndaj rrjedhjes trurit dhe zhvillimit kapitalit njerëzor. Të gjitha këto konvergjojnë edhe me ligjin e ri, projekt ligjin e ri të shkencës, që ne jemi duke diskutuar në parlament, por që edhe ky diskutim i sotshëm është në atë frym, i cili përbën një shtrat, përbën një autostradë, ku do të vazhdojnë edhe negociatat për kapitullin 25 të shkencës, kështu që kam nderin t'ja fjalën Geraldit që të bëjë një prezantim më të gjerë se sa do pak fjalë që thashu. Faleminderit. Atëherë, duke falenderuar gjithë pjesëmarrësit, kryetarin e komisionit, kryetarin e Akademisë Shkencave dhe zonjën Anastasi që bërit mundur organizimin e këtij takimi. Do doja pak të veçoja fjalën e kryetarit komisionit kur përmendi që ndodhemi përpara një momenti historik me hapjen zyrtare e javës së shkojmë me konferencën ndërqeveritare të negociatave, dhe duke qenë se prej më shumë se 3 dekadash qysh prej vitit të largët që duket tani më 2000, kur Shqipëria mori si fillim vendin potencial për anëtarësim, me fillimin e negociatave për nënshkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit në vitin 2009 dhe hapjen zyrtare të pranimit vendit kandidat në vitin 2014, do doja të merrnim një moment të falenderonim në shenjë mirënjohje dhe respekti punën, dedikimin dhe profesionalizmin e gjithë atyre që kanë kontribuar në një mënyrë apo në një tjetër, në çfarë do lloj fushe përgjatë këtyre 30 viteve për të bërë mundur këtë moment historik, dhe duke qenë përpara këtij fakti, procesi negociatave për Shqipërinë përbën një metodologji të re të Bashkimit Evropian, ndryshe nga vendet të cilat janë aderuar më përpara, dhe ndodhur përpara një metodologjie të re të
aderimit në Bashkimin Evropian, dokumenti kryesor politik, i cili miratohet në parlament, që është pranë kombëtar i integrimit evropian, përcakton dhe transpozimin ligjor të akteve ligjore të Republikës Shqipërisë me aktet ligjore të Bashkimit Evropian, ose siç njihet ndryshe aki komuniter. Kapitulli 25 në këtë kuadër nuk përbën në vetvete një transpozim hard, ose siç thuhet hard aki, që do të thotë që nuk ka një bazë ligjore rregullatore të Bashkimit Evropian fikse, por është i bazuar më shumë në metodologjinë e soft akive, e cila përbëhet nga rekomandime dhe rezoluta dhe deklarata të ndryshme të Bashkimit Evropian. Në këtë aspekt, në dokumentet e fundit, qoftë në takimet shpjeguese që Shqipëria ka zhvilluar në kuadër të kapitullit 25, qoftë në takimin bilateral dypalësh në 2023 dhe në progres raportet e fundit të cilat kanë mbërritur në vendin tonë nga Komisioni Evropian, disa nga detyrat e shtëpisë, le t'i quajmë kështu, që Komisioni Evropian i ka lënë vendit tonë gjithmonë në kuadër të kapitullit 25, janë rritja e financimit për kërkimin shkencor dhe linjëzimi i politikave të tij me zonën evropiane të kërkimit, prodhimi i statistikave të besueshme të kërkimit shkencor në bashkëpunim me institucionet e Instatit dhe të tjera që bëjnë statistikat, dhe miratimi i ligjit për shkencën, e cila është dhe temë debatit për sot. Dhe duke marrë shkas dhe nga fjala që tha kryetari nderuar më përpara, që nuk mund të ketë shkolla të larta me standarde europiane nëse nuk kemi standarde europiane, akte normuese me standarde europiane. Ndodhur përpara këtyre fakteve dhe përballë angazhimeve që Shqipëria ka marrë në raport me gjithë të proces, ligji për shkencën përbën një ndër raportimet që vendi ynë gjithmonë i është kërkuar nga Komisioni Evropian si një kriter për të miratuar dhe monitoruar dhe gjitha aktet nënligjore që dalin në zbatim të tij për më vonë. Disa nga dokumentet e tjerë politik që përbëjnë bazën për procesit të integrimit evropian janë dhe tani më programi kombëtar për aderimin në Bashkimin Evropian, i cili në vetvete përfshin programin kombëtar për integrimin evropian dhe është një dokument i gjerë politik i shtrirë në kohë nga 2024 deri në 2030, dhe që përsa i përket kapitullit të 25 përfshin masa dhe implementimin e këtyre masave që kanë të bëjnë me shkencën e hapur, zonën evropiane të kërkimit, ligjin për shkencën dhe miratimin e strategjisë të specializimit inteligjent. Për të bërë sa më të mundur dhe për ta bërë sa më të prekshme këtë gjë, është bërë mundur dhe ngritja e kapaciteteve me platforma të integrimit evropian, e cila tani më është funksionale dhe të gjithë antarët e grupeve ndërinstitucionale dhe të punës që janë antarë të institucioneve dhe jo vetëm kontribuese të kapitullit 25, mund të raportojnë, krijojnë të dhënat dhe të monitorojnë ecurinë e gjithë këtyre akteve që janë si kërkesa dhe angazhime të vendit tonë. Paka shumë ky ishte në thelbë procesi aktual, ku ndodhemi. Kapitulli 25, siç e thanë edhe parafolësit me të drejtë, konsiderohet duke qenë pjesë e grup kapitullit numër 3 që bën pjesë në konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse, konsiderohet si një shtyllë e zhvillimit jo vetëm shoqëror, por edhe ekonomik, sepse kërkimi shkencor përbën bazën e një shoqërie të shëndosh dhe të shëndetshme, dhe për të arritur standardet europiane që ne kaq shumë aderojmë, është e nevojshme të ekzistojë një bazë ligjore e qartë dhe gjithëpërfshirja dhe bashkëpunimi ndërmjet gjithë institucioneve dhe jo vetëm. Ju faleminderit. Në Republikën e Shqipërisë, fjalën ja jap Mirela Muços, drejtore e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Faleminderit profesor, faleminderit gjithëve. Në fakt, siç keni vënë re dhe
për mua në fakt është një ngjarje shumë e mirë. Ligji për shkencën ka marrë një diskutim, ka marrë një vëmendje të gjithë shoqërisë, nuk do thoja, po të paktën të asaj pjesë e shoqërisë që është e lidhur me kërkimin shkencor, që është e lidhur me arsimin e lartë dhe me institucionet të tjera politikbërse që kanë në fokusin e tyre dhe kërkimin. Në fakt, i gjithë ky diskutim publik ka bërë që ne të reflektojmë mbi draftin e përgatitur prej mos e 2 vitesh. Pa dyshim që përmirësimi i legjislacionit nuk përfundon asnjëherë, nuk shtëron asnjëherë, dhe kjo është një gjë e mirë kur të gjithë aktorët përfshihen në diskutime, sepse na jep siguri që cilësia e këtij ligji do të jetë ajo më e mira në përfundim dhe të miratimit nga Kuvendi i Shqipërisë. Gjithsesi, unë do të thoja 2-3 fjali lidhur me procesin e këtij ligji, pra siç e tha dhe zoti Jaupaj, një nga kërkesat e Komisionit Evropian për integrimin për sa i përket shkencës dhe kërkimit shkencor është përgatitja e një ligji për shkencën. Sigurisht, përgatitja e një ligji për shkencën nuk ishte në një terren të zbrazët. Pa diskutim ne kishim një ligj shumë të vjetër sigurisht, i cili jo vetëm kishte humbur, po themi, koherencën, kishte humbur referencat e tij, por ishte bërë njëkohësisht një ligj pengues, sepse ne kishim filluar të kuptonim që ekosistemi i kërkimit shkencor në Shqipëri po ngushtohej gjithnjë më shumë për shkak të këtyre akteve ligjore, ndërkohë që aktorët e përfshirë në kërkim shkencor, ndërkohë ato gjithmonë rriteshin gjithnjë më shumë. Pra, nuk kishim më vetëm institutet ose universitetet që bënin kërkim shkencor, por aktorët e përfshirë në kërkim shkencor ishin gjithnjë më të shumë, duke përfshirë këtu industrinë, duke përfshirë këtu shoqërinë civile, që kishin një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe në këtë fushë. Kështu që një nga arsyet pse u iniciua ky ligj ishte dhe ky fakt. Pra, kuadri ligjor po i rinte ngushtë situatës aktuale të zhvillimit të kërkimit shkencor dhe shkencës në përgjithësi. Nga ana tjetër, ne jemi në kuadrin e përgatitjes së negociatave, jemi pa diskutim të detyruar në një farë mënyre që të përmirësojmë kuadrin ligjor dhe ta sjellim atë të parafruar me atë të Bashkimit Evropian dhe të zonës europiane të kërkimit. Dhe nëse do të shikojmë jo vetëm kapitullin 25, shkenca dhe kërkimi, po nëse do futemi dhe në ato layers që quhen ose në ato shtrezime të kapitullit 25, që janë rreth 15, po themi, nën kapitull ose çështje që trajton kapitullin 25, shikojmë që ne kemi një terren të zbrazët legjislativ për sa i përket disa prej këtyre çështjeve të kapitullit 25. Dhe do duhet që nëpërmjet këtij ligji të adresoheshin dhe këto nën çështje. Nën çështjet kryesore që do të përmend janë disa të cilat lidhen me parimet kryesore të kërkimit shkencor dhe të shkencës në përgjithësi, që lidhen me shkencën e hapur, që është një kërkesë e vazhdueshme në fakt e Komisionit Evropian për gjitha vendet e Europës, por veçanërisht për vendet e Ballkanit Perëndimor, që lidhen me barazinë gjinore, e cila mund të jetë një çështje e cila është adresuar shumë herë nëpërmjet një legjislacioni shumë të gjerë në fakt në Shqipëri, por megjithatë në terrenin e shkencës dhe të kërkimit shkencor ka nevojë për t'u adresuar, lidhur me parimet kryesore të kërkimit shkencor, siç është etika dhe integriteti. Shumë shpesh kohët e fundit kemi pasur diskutime lidhur me plagjarizmin, lidhur me problematika të tjera të kërkimit shkencor, të publikimeve e tjerë, të cilat kanë mbetur në kuadrin e thashë themeve ose në kuadrin e diskutimeve në publik, po asnjëherë nuk janë adresuar nëpërmjet një legjislacioni specifik.
Gjithashtu janë disa çështje të tjera të cilat lidhen edhe me problematika të përfshirjes aktorëve të ndryshëm në kërkim shkencor, siç e përmenda industria apo shoqëria civile, e cila nuk gjen vend në legjislacionin aktual, dhe çështje të tjera teknike, të cilat kanë të bëjnë me definicione të ndryshme, të cilat patjetër ishin parashikuar në ligjin e vjetër, por e kanë humbur koherencën, e kanë humbur terrenin në cilën zhvillohet kërkimi shkencor aktualisht. Kështu që gjitha këto na bën ne dhe bën Ministrinë e Arsimit dhe Sportit bashkë me Akademinë e Shkencave si dy iniciatorë të hartimit të ligjit, të ngrinin një grup pune diku nga fundi 2022-shit, kam përshtypjen, dhe për 2 vite kemi punuar për të hartuar këtë ligj. Ka qenë një grup relativisht i gjerë, me pjesëmarrjen edhe të institucioneve të arsimit lart, sigurisht, me pjesëmarrjen e industrisë ose biznesit, siç quhet ndryshe, me pjesëmarrjen e Ministrisë Punës, si Ministria Përgjegjëse për kërkimin shkencor, dhe me pjesëmarrjen padyshim të Akademisë Shkencave. Në përfundim na arritëm në një draft, i cili patjetër edhe gjatë rrugës pati diskutime, pati problematika të ardhura nga aktorë të ndryshëm, të cilat u munduam që të adresojmë deri në këtë projekt ligj që kemi paraqitur pranë Kuvendit Shqipërisë për miratim. Gjithsesi dhe ky proces pati një proces diskutimesh të gjëra edhe me publikun, por edhe me aktorë të ndryshëm, të cilat ne i kemi shënuar dhe kemi ardhur në një draft të cilin do ta prezantojmë nesër. Nesër është dita e prezantimit të draftit përfundimtar në Komisionin e Medias dhe Arsimit. Kështu që pas këtij drafti përfundimtar, besoj që do ketë edhe një diskutim të dytë me brenda Kuvendit, brenda Parlamentit, derisa të shkojë në seancë parlamentare për miratim. Unë do t'i kthesha diskutimit të profesor Gjinushit, është e vërtet në fakt që ajo që diskutohet ose ajo që duket në publik nuk është gjithmonë ajo e cila mendohet ose ajo që nënkuptohet si problematike këtij ligji. Dhe ndërsa në diskutimet publike ne u hasëm me problematika të kushtetueshmërisë së ligjit, në fakt ligji nuk prek në asnjë moment kushtetutën, ose të paktën atë, po themi, nen të kushtetutës, ku liria akademike dhe liria e kërkimit shkencor është e garantuar nga kushtetuta. Pra, edhe ky ligj nuk e prek në asnjë mënyrë këtë, përkundrazi, që në nenet e para të ligjit kjo gjë është e garantuar. Pra, liria e kërkimit shkencor është e garantuar dhe nëpërmjet këtij ligji. Gjithashtu ligji nuk ka prekur të gjitha ato institucione të cilat janë ngritur me një ligj veçantë. Dhe këtu dua të përmend qoftë institucionet e arsimit lart, që janë të ngritura dhe funksionojnë në bazë të ligjit 80/2015 për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë, për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në fakt në Republikën e Shqipërisë, dhe sigurisht Akademinë e Shkencave që rregullohet me një ligj të posaçëm. Dhe kjo gjë është e sanksionuar në disa nene të ligjit dhe është përmendur disa herë pikërisht për të mos atakuar ato institucione që rregullohen nëpërmjet një legjislacioni specifik për siguruar që ky ligj që kemi hartuar nuk i prek këtë ligjshmëri. Nga ana tjetër, ligji, sepse lind pyetja nëse institucionet kryesore që bëjnë kërkim shkencor nuk preken nga ky ligj, atëherë pse ishte e nevojshme hartimi i këtij ligji? Pikërisht për atë që thash dhe më parë, sepse aktorët e përfshirë në këtë proces, në këtë aktivitet, në kërkimin shkencor dhe në shkencë, janë të shumtë dhe nuk mund të kufizohen brenda laboratoreve, brenda mureve të universiteteve dhe brenda Akademisë Shkencave. Sigurisht, roli i industrisë është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Madje ky është një rekomandim i përsëritur i Komisionit Evropian në çdo progres raport, pra
krijimi një terreni të përshtatshëm të bashkëpunimit të industrisë me aktorë të tjerë, qofshin universitetet, qofshin akademik për kërkim shkencor, apo të shoqërisë civile. Ne tashmë jemi, besoj të gjithë dëshmitar që pas viteve 90, një pjesë e mirë e kërkimit shkencor është zhvilluar dhe në këtë terren, në terrenin e organizatave shoqërisë civile apo të think tanks, siç quhet, dhe një pjesë e mirë e fondeve të donatorëve ose të kërkimeve që janë bërë në fusha të ndryshme, janë realizuar pikërisht nga këto organizata. Pra, duke mos i përfshirë këto organizata, duke mos e përfshirë këta aktorë shumë të rëndësishëm, ne mendojmë që humbim një nga, po themi, një nga elementet të rëndësishëm të realizuesve, të zhvilluesve të kërkimit shkencor në Shqipëri. Dhe Shqipëria nuk e ka luksin ta bëjë këtë, sepse sa më shumë aktorë të jenë në këtë fushë, në këtë terren, aq më mirë do të jetë edhe për produktin e kërkimit shkencor dhe për rezultatet kërkimore shkencore. Pra, përfshirja edhe këtyre dy aktorëve të tjerë në këtë ligj ishte edhe kjo një nga arsyet pse na duheshte një ligj i ri. Sigurisht në bazë të politikave që zhvillohen për sa i përket shkencës dhe kërkimit shkencor, do thosha dokumenti më i rëndësishëm është strategjia kombëtare për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe inovacionin. Pra, si shikohet, tashmë kërkimi shkencor nuk mbetet një komponent i vetëm. Ai shoqërohet gjithmonë dhe me zhvillimin teknologjik dhe me inovacionin bashkë. Prandaj, dhe të gjithë ata që punojnë në këtë ekosistem, të gjithë ato që janë përfshirë në këtë ekosistem, do duhet të gjenin veten në këtë legjislacion. Dhe kjo ishte edhe një nga arsyet pse ne filluam punën për hartimin e këtij ligji, që në objektivin e parë strategjik të strategjisë për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin, ne kemi vendosur që hartimi një kuadri ligjor të përshtatshëm edhe me terrenin shqiptar, po sigurisht të përshtatshëm edhe me zonën europiane të kërkimit, do të kërkonte një legjislacion të ri. Pra, në të gjitha këto që thash, janë të gjitha ato justifikime, argumenta, të gjitha ato pset që u ngritën lidhur me hartimin e këtij ligji. Pse duhet të ndërtojë një ligj i ri për shkencën dhe kërkimin shkencor? Nga ana tjetër, një nga problematikat e mëdha që ne hasim edhe në diskutimet me homologët, me Komisionin Evropian kur diskutojmë mbi kapitullin 25, shkenca dhe kërkimi shkencor, siç u tha dhe më përpara, ishte ngritja ose rritja e investimeve në shkencë. Unë e kam përmendur dhe përmend gjithmonë, janë dy indikatorë të cilat janë indikatorët kryesorë që masin investimin e një vendi në shkencë. Është indikatori është Gerdi, që përllogarit të gjithë investimin e gjithë shoqërisë në kërkim shkencor dhe në shkencë, dhe G-Boardi, i cili përllogarit investimin publik, pra investimin e qeverisë shqiptare për kërkimin shkencor. Të dy këto indikatorë janë indikatorë pothuajse të palogaritur për Shqipërinë. Dhe në fund të ditës ne rezultojmë në të gjithë evidencat qofshin europiane, qofshin rajonale, si vendi i fundit në investimin për kërkimin shkencor, me një shifër 0,08% të GDP-s, për cilën unë kam rezervat e mia, sepse nuk është një shifër e përllogaritur, e bazuar në metodologjinë qoftë e Eurostatit, qoftë OECD-s, lidhur me këto dy indikatorë. Dhe kjo ndodh sepse shumë nga këta aktorë, të cilët i përmenda, pra institucionet e arsimit lart, institucionet të shoqërisë civile, think tanks, organizata të shoqërisë civile, pjesë e industrisë e cila merret me kërkim shkencor, ose të paktën me inovacion, ose me zhvillim teknologjik. Dhe sigurisht dhe aktorë të tjerë nuk përllogariten në këtë sistem, pra nuk janë të konsideruar në këtë sistem. Dhe një nga arsyet ose një nga gjërat që ky ligj vendos në atë shinën e duhur është dhe përllogaritja ose përfshirja e të gjithë këtyre aktorëve që bëjnë kërkim shkencor dhe në fund fare përllogaritja e këtyre dy indikatorëve shumë të rëndësishëm për sa i përket kërkimit shkencor.
Ligji, unë besoj që secili nga ju e ka pasur, sepse ka qenë në konsultim publik për një periudhë shumë të gjatë, madje kanë qenë 2 versione në konsultim publik, një version i parë i cili ishte versioni i grupit punës dhe një version i dytë i cili ishte një version ku ishin reflektuar të gjitha komentet e gjitha aktorëve të ardhura, i ministrive, sigurisht shoqërisë civile, industrisë e tjerë. Dhe keni pasur rast ta shikoni se çfarë përmban ky ligj dhe unë nuk do të futem tek dispozitat e ligjit, ke nenet specifike të ligjit, por ky ligj garanton së paku të gjitha ato nënçështje të kapitullit 25, të cilat janë nënçështje që unë dua t'i përmend, sepse janë jashtëzakonisht rëndësishme dhe në një sy po t'i hedhësh një sy ligjit, do shikosh që të gjitha këto janë të reflektuara. Pra, në kapitulli i parë, po ta themi kështu, është principet dhe objektivat kryesor të kërkimit shkencor ose të zonës europiane të kërkimit shkencor, të cilat sigurisht janë reflektuar në këtë ligj. Open science ose shkenca e hapur është një le të themi çështje e cila ka gjetur vend në 3 nene të këtij ligji dhe unë besoj që është shtëruar për sa i përket dispozitave ligjore që ky ligj ka përcaktuar ose ka parashikuar për shkencën e hapur. Është pjesëmarrja e Shqipërisë në programet europiane të kërkimit ose programet kuadër të kërkimit. Sigurisht kjo është e siguruar që në krye të këtij ligji ku Shqipëria edhe përpos këtij ligji dhe përpos kuadrit ligjor ka disa po themi ka disa konventa ose disa marrëveshje të nënshkruara me Komisionin Evropian, sigurisht barazia gjinore, etika dhe integriteti në kërkim, pra të gjitha këto janë çështje të cilat janë reflektuar në këtë ligj. Faleminderit. Sapo kam kaluar një grip edhe. Faleminderit. Pra të gjitha këto çështje të nën kapitullit të 25, shkenca dhe kërkimi, janë të reflektuara në këtë ligj. Ajo që unë do të shtoja, dhe është e fundit, është që sigurisht ne nuk e bëm vetëm këtë ligj, dhe nuk e bëm pa konsulencë. Patjetër kemi konsultuar disa akte të vendeve të Bashkimit Evropian, kemi konsultuar ligjin e shkencës të Slovenisë, të Kroacisë, kemi konsultuar gjithashtu edhe rekomandimet që na kanë ardhur nga një grup austriak i cili ka asistuar Agjencinë Kombëtare për Kërkim Shkencor edhe për sa i përket legjislacionit, por edhe për sa i përket institucioneve që funksionojnë në gjithë ekosistemin e kërkimit shkencor. Pra dhe të gjitha këto mendime janë reflektuar në këtë legjislacion. Padyshim duke i kontekstualizuar në kontekstin e Shqipërisë, duke marrë në konsiderat terrenin shqiptar, institucionet që janë ngritura në vend dhe padyshim edhe pjesën tjetër të legjislacionit, siç është ligji për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë. Ky ligj nuk, si thua, nuk mbivendoset me ligjin për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë. Ai është një ligj që i dedikohet kërkimit shkencor në institucionet e arsimit lart. Ky ligj bën pikërisht këtë gjë, përfshirjen edhe të aktorëve të tjerë në këtë ekosistem, pra në këtë terren të kërkimit dhe të shkencës. Faleminderit. Për çdo pyetje unë jam e hapur se e marr me mend që ka shumë diskutim dhe shumë pyetje për këtë ligj. Kurdo? Ta një pyetje kemi të mbaroj të thotë. Ju thatë që keni përgatit variantën e fundit që do diskutohet me Komisionin e Ekonomisë dhe me
njëherë me parlamentin sa të bëj për votim, nuk e kuptoa, ndoshta me grupet parlamentare, po s'ka rëndësi kjo, po me kë i keni përgatit tani, Jo, ne kemi reflektuar, variantën e fundit, ne kemi reflektuar ato në mbledhjen e fundit, shqetësimit, në mbledhjen e fundit që kemi bërë me komisionit. komisionin, Po, jemi dakordsuar që bashkë me komisionin ne do të reflektojmë të gjitha komentet që kemi marrë nga konferenca e rektorëve, nga Akademia e Shkencave dhe nga jo, janë reflektuar komentet dhe nesër ne i diskutojmë me komisionin parlamentar. Pra, rakordojmë bashkë me komisionin, nuk janë përfunduar zyrtarisht, nesër ne bashkë me komisionin, sepse kështu ka qenë në mbledhjen e agenda, fundit. po, dakord. Bashkë me komisionin do reflektojmë me fjalë komentet nesër e ka fundit. mbledhje komisioni, Nesër ka mbledhje komisioni ku ju do do diskutojmë t'jeni, do diskutoni reflektiv. bashkë me komisionin. Po, sigurisht. Po ato të atyre i keni reflektuar? Po dhe të atyre kemi. Ato të cilat janë të reflektueshme, sepse ne nuk Këse është e thjesht, se për të bërë zhurmë, tani, shqetësimi i parë është përplasja me ligjin e arsimit lartë. Ajo në ligj është, besojmë ju e keni theksuar. e kemi thënë disa herë që ky ligj nuk prek ato institucione që rregullohen me një ligj specifik. Nëse dhe, pra ajo është tek kapitulli 4, sa i bie në një parë. Po është paragrafi 2, pra e ka dalë qik, duke qenë qik i fshehur, krijon keq kuptim. Do të thënë, nëse se kanë kuptuar gjithë që kjo nuk vepron. Po për atë pjesë, të ka shumë rëndësishme, ligji është edhe për të tjerës në parimet e përgjithshme. Parimet e përgjithshme janë për gjithë. Kurse vetëm ai kapitull është ngritja e njësive. Njësive të veçanta, dhe ajo pjesë nuk vepron për shkollat e larta, as Sigurisht. për institutet që janë pra shkollës lartë dhe akademisë veprojnë sipas ligjet për atë pjesë. Kurse këto që ngrihen veçantë e keni treguar. Ka qenë dhe një çik problem se atë Përfaqësimi në këshill. ja, nenin e pezullimit e kishë shumë i rëndë. Kjo është vërejtja jonë. Se dia e keni lehtësuar. Biles mbyllja hapja kur mjafton thosh me 2-3 reshta që ndiqen njëjtat, siç e ka shkollë e lartë. Një dhe dyta është mbyllja edhe për rastin kur ka shkelje ligjore dhe shkelje ekonomike. Shkeljet ekonomike dhe ligjore nuk janë shkak për mbyllësin, janë shkak për shkarkuar drejtuesit. Është reflektuar, kjo gjë është reflektuar kaq. në versioni. Tani e dyta është përbërja e Këshillit Kombëtar, e cila duke parë kështu, duke sikur do jetë objekt kontrolli, pavarësisht që prandaj thash unë që po të jetë për argumenta që japin për shkelje kushtetuese ka më shumë ligje arsimit lart se sa. Pse? Se Këshilli Shkencor që ngrihet pranë ministres e ngre. Një minutë. Se nuk është tamam si je me barë, si me barë. Kushtetuta është më keq bile. Ka të bëj me ndeshmërinë, ato s'matë ndota. Dhe puna është që parim, kushtetuta ka parim. Parimi pastaj mund cënohet dhe gjithmonë interpretohet. Kjo e cënon, se cënon. Pra ka cënim, ka shkelje, ka dhe gudulisje. Po juristët të pranojnë gudulisjen. Por kur është në kufin të interpretim. Pra, kështu është, parimet të janë, çdo rast interpretohet. Bostim kot nëse është pikrisht, nëse thua, ky këshilli që ngrihet, do pushtoj shkencën, a kujt do cënoj e tjera, këshilli që ngrihet pranë ministrit të arsimit son ngrihet 100% nga ministri. Edhe sot njeri që as dikton, as pushton, kurse ky këshill është më heterogen. Pra përfaqësohet në akademia, përfaqësohet në rektoratet, por duheshin rregulluar çik raporte. Po. Besoj keni. Po, i kemi parë raport. Kaq. Me këto dyja bien ato problemet e mëdha. Më tej pastaj ne kemi pasur probleme teknike. Dhe mund të t'i them. Kanë qenë tek financimi. Një është neni ku thotë që pagat e tjera caktohen me vendim Këshillit Ministrave.
e tjera, dhe dakord se kështu do caktohen në tërësi dhe ligji arsimit lartë dhe akademisë paga. Por duhet sqaruar që për pagesat pastaj na paga minimale deri maksimale për shpërblime të tjera veprojnë institucionet. Siç e ka, pra mund t'i vendosi vetë ai paga mbi minimalen. Pra Këshilli i Ministrave tregon kategorinë e pagave, kurse vetë pagimin, pastaj ka një lirie që me të ardhurat e veta i jep jo mesataren, apo i jep maksimalen, apo i jep shpërblime të caktuara. Këtë kemi propozuar. Dhe që të Kjo rregullohet me vendim. Po s'ka nevojë të thuhet sepse kjo bëhet dhe të arsimi lartë. Pra ti, dhe po e the, duhet se po the i cakton ai, ngelet sikur me fjalë i cakton ai dhe do vepro sipas vendimit. Kupton? Pra duhet dalë qartë që ka një liri, që ka një liria dhe gjën dhe një mënyrë formë. Një dhe te projekte. Në aplikim për projekte, aty parimi është ky, që ligji thotë që për projekte konkurohet. Kurse atje thotë do të paraqiten ministri, s'është vetëm ministria, pse do e thuash në ligj jo ministria, vendos ministria, sepse financim bën dhe Ministria e Arsimit, bën dhe Bujqësisë, bëjnë dhe fondacione tjera. Kurse ligji ka vetëm parimin, që për projekte bëhet në bazë të konkurrimi publik, pa agjencisë apo institucione që financon, rregullat i përcakton institucioni. Për shembull, siç aplikohet te akshi, po s'do vesh në ligj të si aplikohet, kush e miraton. Ato pastaj bën Do bën me akte manuale procedure. Pra, ai nën do vetëm parimin të vërtetën bën. Dhe problemi tjetër që kemi është që mos të ndërryn atje ku de facto bëhet fjalë për institute jashtë shkollës së lartë. Do me thënë, që kemi vënë ato që dhe institutet që janë jashtë, kanë një kategorizim të punonjësit kërkimor. Se besoj ta keni hequr. Jo, se kemi hequr, jo. Nuk kemi lëvizur Një, shumë. dhe duam të vihet që këto njësohen në ana si status, po jo si titull. Ne jemi më tolerancë se shkollat e lartë, po them ne. Sepse titulli profesor automatikisht është mjeshtër drejtues kërkimesh dhe profesori asociuar është automatikisht drejtues kërkimesh. Ana sjellta s'është e vërtetë. Jo, ne, në status. Ne. Por, ama si status juridik janë një lloj kuptimin e trajtimit financiare. Të drejtave. Pikrisht. Por ama nuk do thotë që zvendësojmë, se këtu trëm çik shkollë e lartë, kujtoj që ne zvendësojmë, domethënë japen tituj dhe ka 2 palë tituj, ajo jep gradimin sikudo. Jo, për analogji të sistemit të shkollës lartë, ne kemi ndjekur të njëjtën gjë edhe për institutet. Por ama, më fal, vetëm ne nuk themi që po u bë mjeshtër kërkimi është asistent profesor. Jo, absolutisht. Atë jep shkollë e lartë. Por gëzon njëjtin status. Pikërisht. Gëzimi statusit do të thonë si trajtim financiar, si këto, si drejta që lindin. Pra, profesori është drejtuesi. Kurse profesori automatikisht është drejtues. Sepse Edhe janë çfarë ndodh? Dhe bëhet për një arsye të thjeshtë. Domethënë se profesorët që patjetër nuk bëhet profesor pa u marrë dhe me kërkim. Ndërsa kërkuesi shkencor, jo gjithnjë merr mësim. Ka që mbyllin karrierën vetëm me kaq thjesht. Kaq është arsyeja. Edhe kaq thjesht ishte edhe në ligj, domethënë shqetësimi. Po pra, jo, se aluduan. Po pra, nuk ka asnjë gjë që e keq kupton këtë gjë. Edhe në ligj. Është dhe ajo njësi e posaçme. Duhet ka një gabim në terminologji. Dhe duhet që të jetë e qartë se lutem, është kjo, që njësi e posaçme bën këto, pra një institut, departament, për cilat flet ligji, mund fitoj dhe statusin e njësisë posaçme. Pra nuk është një njësi më vetë. Kaq. Sepse aty janë njësitë elitare, është neni dhe njësitë e posaçme. Njësitë e posaçme ato që jep një çfarë,
të tërë institutet në parim, kudo në dynja, se po përdor termin kështu, bashkëpunojnë për doktoraturë. Dhe as s'ka mendje normale në botë që të mendoj që institutet me universitetet, me shkollat e lartë nuk bashkëpunojnë për doktoraturë. Por sigurisht ligji i arsimit lartë e ka, ligji i ri e ka, si parim, por ajo mbetet pastaj edhe në shkallë e bashkëpunimit, në marrëveshje etj. Njësia e posaçeve është një njësi e cila si jepet dhe me vendim qeverie që do ketë të drejtën ose i jep një mundësi më ligjore, si thush me akt, që të marrë pjesë në doktorat. Sepse presupozohet që ka njësi të cilat do drejtojnë doktoratura që shkolla e lartë nuk i mbulon dot. Këtu është puna, sepse tërë e dim, ka departament, ka institut, bashkëpunojnë, por departamenti si ka gjitha specialitetet, ose gjitha drejtimet. Për shembull institutet e albanologjisë. Pra dhe kjo është vetëm për të lidhur më mirë, se u trëmë dhe na kjo, si duke i sigur. Duhet sqaruar ligji atje që është për fusha specifike. Ashtu është thënë, ashtu është thënë. E posaçme është Vetëm thënë ajo në ka vetëm definicion. një term, nuk e di, po ta shpërndorur në një moment, nuk i quan shpërdor një term që faktikisht nuk përputhet me përkufizimin. Nuk përputhet. Emërtimi i tyre në një moment duke sikur janë të veçantë afare që në ngritje. Kurse ajo është një njësi, domethënë një institut që ekziston, apo një departament që ti jep këtë status. Kupton? Don kaq e thjesht. Një problematik tjetër që ne kemi pas, përveç pasaj dhe ca korrigjime prap termash, andej këtej. Disa vende ku thuhet për shembull jo vendim qeverisë, duhet shtu fjala statut. Po një të rregullor. Jo statut, se normat bazë jepin statut, rregullori është statimi norm. Pra, tu duan dhja dhe njësim. Jo, patjetër, përpara se sa të shkoj për miratim në, po. Një problematik tjetër që është që ne kemi marrë, një shqetësim tjetër që ne kemi marrë është dhe vlerësimi, në fakt, cilat do të jenë institucionet vlerësuese të kërkimit. Normalisht institucionet vlerësuese janë ato institucionet të cilat patjetër vlerësimi, sepse kërkimi shkencor zhvillohet nëpërmjet peer reviews, nëpërmjet Se ka një vlerësim në aspektin e përgjithshëm. Shumë, Ministri i Arsimit her pas here i raporton qeverisë se bën një se ku është kërkimi shkencor. Në ligjin e Akademisë Shkenca, akademisi kërkohet një 2 vjet për raport i nivelit të kërkimit shkencor. Kjo nuk ka të bëjë me kontrollin e cilësisë produktit shkencor. Jo, nuk flasim për këtë. Kurse instrumenta e kontrollit të kërkimit për efekt pastaj. Kjo ka të bëjë siç kontrollohet shkolla e lartë. Sigurisht, ashtu do kërkohet dhe po. Pikërisht. Kjo kontrollohet edhe një institut, po e kontrollohet me instrumenta të specializuara. Sigurisht. Posaçërisht, nuk bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë për këto lloje. Pra s'bëhet fjalë për vlerësimin e produktit shkencor. Po ku diun? Asë merr përsipër asë. Sigurisht. Ka bëhet fjalë për një vlerësim gjithmonë në kuadrin ku jetë kapitulli politik bërjes. Pra janë institucionet është Këshilli Kombëtar dhe janë institucionet edhe thuhet kush janë politik bërësit, kush janë zbatuese, kush janë vlerësuese. Po vlerësuesit të ecurisë të kërkimit në tërësi. Edhe për Këshilli Kombëtar atë rol në gjëra, ku lidhet me kërkimin, çfarë problemesh kemi. Sigurisht. Përveç kësaj, kemi bërë me profesor Civicin kur tentuam që të bëjmë një grid për rankimin e universiteteve, kërkimi shkencor, vlerësimi i kërkimit shkencor bëhet sigurisht nga ministria, sepse e ka detyrë ta bëjë këtë. Ministria e ka detyrë ta bëjë këtë, pra vlerëson universitetet për sa i përket këtij komponenti, pra, sigurisht dhe me komponentet e tjerë, po dhe për sa i përket
këtij komponenti në bazë të disa indikatorëve që ne vendosëm aty. Sigurisht. Faleminderit. Tashi, profesora Aurela do të bëj prezantimin e saj që e theksuam në fillim për institucione akademisë shkencave në kuadër të këtij projekti. Mbasi një pjesë nga këto gjëra u diskutuan, po tani mund mbulose. Fatin tim të mirë. Po, mund mbulose. Kështu që edhe shkurt, edhe sakt, edhe me ujë. Ha? Më e dijes, po. Faleminderit, i nderuar kryetar. Unë dua t'i falenderoj të gjithë parafolësit që na parashtruan këtu dy fjalë kyçe shumë të rëndësishme. Negociatat me Bashkimin Evropian edhe kapitullin 25 mbi shkencën dhe kërkimin shkencor, si dhe ligjin për shkencën dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë, duke analizuar disa aspekte thelbësore të këtij projekt ligji dhe më vjen mirë që të shtoj dhe një fjalë kyçe tjetër, që është Akademia e Shkencave sipas këtij projekt ligji. Absolutisht unë jam përfaqësuese e grupeve të interesit dhe nuk jam vetëm përfaqësuese e një grupi interesi. Vetëm me Akademisë Shkencave. Kam 37 vjetë si pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Tiranës dhe absolutisht që jam përfaqësuese e grupit të interesit të universiteteve, sikurse janë pothuajse të gjithë antarët e Asamblesë së Akademisë Shkencave. Dhe prandaj e çmoj atë që profesor Gjinushi tha që në fillim që ne nuk mund ta imagjinojmë dot punën tonë pa bashkëpunimin me institucionet e arsimit lartë, me universitetet. Dua të theksoj që parimi i bashkëpunimit është një nga parimet kryesore, bashkëpunimi institucional është një nga parimet kryesore të theksuara dhe në ligj. Unë doja të ndalesha vetëm 2 minuta tek parimet, megjithëse Mirela të cilën e falenderoj shumë për pjesëmarrjen e saj sot këtu, përmendi mjaft aspektet lidhura me parimet themelore. Por dua të them që ky ligj ka renditur parime shumë të rëndësishme dhe në dallim nga ligjet e tjera që vetëm i përmendin si fjalë, është përpjekur t'i japë përkufizime dhe në disa raste mua përkufizimet më duken të gjetura. Në ndonjë rast tjetër më duket që edhe mund përmirësohet përkufizimi, po sidoqoftë do të shikojmë edhe mundësinë mëtej se si mund t'i kuptojmë më mirë përkufizimet e ligjit edhe nëpërmjet punës. Pra, liria e kërkimit shkencor, ofrimi mundësive të barabarta, mos diskriminimi, barazia gjinore. Këto të treja në mënyrë paksa ndryshe janë shpërndar, sepse këtu në fundit është i gjithë parimi i barazisë, por është theksuar vetëm mos diskriminimin në disa fusha që ne i quajmë në listë të mbyllur dhe nuk i është referuar ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi. Në praktik mund të na dalin konflikte që lidhen me shkaqet për mbrojtjen nga diskriminimi që janë në ligjin thelbësor. Por sidoqoftë kjo edhe nga jurisprudenca jon kushtetuese është zgjidhur dhe ligji i posaçëm gjithmonë ka një karakter më e pror në raste kur ka konflikte midis ligjeve. Është plotësisht e drejtë që barazia gjinore është evidentuar më vete si një aspekt i posaçëm, ndërkohë që mund të shikojë një çik përdorimi i fjalës raca, sepse po diskutohet shumë sot nëse mund ta përdorim si fjalë apo mund të përdorim një fjalë më të gjetur në gjuhën shqipe. Parimi i transparencës, parimi i shkencës së hapur, që ka dhe nen të posaçëm dhe të themi të drejtën, sistemi këtu është ndërtuar mbi parimin e shkencës së hapur dhe konkurrencës në shkencë. Kështu që institucionet tona që janë horizontalisht, vërtet sikurse u theksua këtu, nuk rrezikojnë për të krijuar ndërvartësi të atilla që mund të na çonin në konkluzionin se po shkelet autonomia universitare apo pavarësia e punës së institucioneve, po sidoqoftë parimi i konkurrencës vepron dhe ky nxit më tej zhvillimin e institucioneve shkencore.
Cilësia në shkencë shumë e rëndësishme ka për kufizimin e vet që i lejon punonjësit që punon me këtë ligj të kuptoj të paktën në vija të përgjithshme to efikasitetin në shkencë, që nuk e kemi ndeshur dhe ne parimin e efikasitetit dhe në drejtësi, po këmbgullim shumë ta fusim nëpërmjet praktikave gjyqësore, sepse ende nuk ka hyrë mirë si parim. Etika në shkencë, përgjegjshmëria në shkencë, bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional, siç e përmenda, dhe financimi eficient. Ecim më tej. Institucionet e veprimtarisë kërkimit shkencor janë institucione politik bërse, institucione zhvilluese të shkencës, institucione financuese dhe institucione vlerësuese. Këto janë 4 fushat e sistemit mbi të cilat është ngritur gjithë sistemi institucioneve të shkencës dhe janë shpërndar kompetencat e tyre përkatëse në këto fusha. Vendi ashës në sistemin e shkencës dhe të kërkimit shkencor, ne me sa duket nga leximi i tekstit të ligjit, kemi funksion zhvillues dhe funksion vlerësues. Kujdes, sepse ne juristët bëjmë një dallim midis termit funksion, me termin kompetencë, me termin detyra, për ne nuk janë e njëjta gjë. Po sidoqoftë, për një kuptim të përgjithshëm që dhe kolegët tanë nga edhe profesorët tanë të nderuar nga fushat të tjera të kuptojmë, ne mund të themi që kemi dhe detyra tjera, siç është detyra konsultuese ose këshillimore për funksionin politik bërës nëpërmjet pjesëmarrjes sonë në këshillim përkatës konsultativ pranë kryeministrit. Në institucionet zhvilluese përmendim Akademia e Shkencave e Shqipërisë, institucionet e arsimit të lartë, çdo institucion apo entitet publik ose jo publik, i cili krijohet dhe vepron sipas dispozitave të këtij ligji. Pra, u trajtua qartë këtu që janë institucionet elitare, publike, jo publike dhe institucionet njësi të veçanta që krijohen në bazë të këtij ligji. Tani, OJF-t nga ana e tyre nuk i kam parë mjaft të angazhuara në këtë aspekt, sepse ato futen në institucionet zhvilluese aty, nuk e di se si janë treguar organizatat e biznesit, po sidoqoftë do t'ishte mirë që ato të shihnin, por megjithatë nuk shikojnë ndonjë shqetësim të shkeljes kushtetutës, sepse një OJF e zgjedh vetë statusin e saj. Ky ligj nuk të detyron që të zgjedhësh këtë status, po në qoftë se ti dëshiron të jesh një institucion i tillë, një njësi e posaçme, duhet të përmbushësh disa kritere. Dhe këto kritere janë të parashikuara nga ligji dhe këtu duhet të futeshin OJF dhe të shikonin, janë të garantuara mirë nga ligji apo janë lënë vetëm Këshillit Ministrave, sepse në këtë gepin këtu na ndodhin gjithë problemet. Ato që lihen për Këshillin e Ministrave pa u garantuar mirë nga ligji, mund të krijojnë probleme në të ardhmen. Për shembull, çfarë diskutimi, një diskutim të thjeshtë që bënim ne në një institucion. Kemi VKM, pra vendim të Këshillit të Ministrave, që përcakton numrin e doktoraturave për çdo njësi, siç janë departamentet e tjera si këto. Nga ana tjetër, kjo kuptohet si urdhër i prerë dhe asnjë universitet nuk merr guximin të lidh kontrata dhe marrëveshje për të bërë doktoratura të përbashkëta me institucione ndërkombëtare ose dhe me institucione kombëtare, këto që janë të ligjit për shkencën. Vendimi i Këshillit të Ministrave duhet kuptuar si bazik për ato që financon shteti. Por nuk më detyron dot mua si institucion që kam liri kërkimore dhe akademike të mos lidh unë marrëveshje me Universitetin La Sapienza për të bërë udhëheqje të përbashkëta të doktoratave, të cilat paguhen nga dikush tjetër. Paguhen nga La Sapienza, paguhen nga projektet, siç është projekti i ADF-s, i kërkimit shkencor në diasporë. Ata paguajnë, ne themi jo se VKM-ja neve na ka thënë që kaq që kemi numrin dhe nuk mund të bashkëpunojmë me tjerët. Kjo do ishte vetvrasje e lirisë akademike. Prandaj ka dhe rëndësi si e interpreton ligjin. Dhe ai që e shkruan pastaj, kur e interpreton ai mirë, e shkruan dhe më mirë. Edhe më krijon mua garanci më të sigurta. Kjo është shumë e rëndësishme. Do të flasim edhe për një mjet tjetër pak më poshtë. Institucionet vlerësuese. Tani, dy janë institucionet vlerësuese, Ministria dhe Akademia e Shkencave.
Universitetet e kanë parë veten jashtë, prandaj dhe e kanë ngritur si shqetësim. Por në fakt, mua nuk më duket se ka vend për shqetësim, në qoftë se do të kishte edhe një shkrim më të hollësishëm të dispozitës. Çfarë shohun aty? Ndërsa ka trajtim më të gjerë për institucionet zhvilluese dhe veprimtaritë zhvilluese, politikë bërëse e tjera, për institucionet vlerësuese nuk ka për vlerësimin vet nuk ka përkufizim dhe institucionet vlerësuese trajtohet vetëm ministria. Është Akademia e Shkencave aty, por nuk përcaktohet detyra që ka Akademia e Shkencave në kuadër të vlerësimit. Detyrat që ushtron, kompetencat që ka Akademia e Shkencave në kuadër të vlerësimit. Pikërisht ajo që tha kryetari i Akademisë së Shkencave këtu, duke përcaktuar faktin që Akademia e Shkencave mund të bëjë një vlerësim të arritjeve dhe politikave, dhe zbatimit të politikave shkencore, siç janë raportet 2 vjeçare, në bazë të ligjit për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, por nuk mund të jetë ajo institucioni që krediton universitetet, sikurse është shprehur shqetësimi. Mua nuk më duket se ka vend në këtë pjesë, sepse Akademia e Shkencave nuk ka asnjë interes të përplaset dhe të marrë për vete veprimtari që janë përcaktuar në ligj, ose në ligjin për arsimin e lartë, ose në ligjin për shkencën në lidhje me vlerësimin. Por unë mendoj që pjesa e vlerësimit duhet parë pak më mirë nga pikpamja e dispozitave për aq sa mund të bëjmë në këtë fazë. Eci mëtej, këtu janë dhënë disa aspekte në titull dhe që aty ne mund të nxjerrim një përkufizim fare të përgjithshëm për vlerësimin. Krijimi, regjistrimi, lejimi, pezullimi, mbyllja, vlerësimi instituteve të njësive të veçanta të krijimit shkencor. Të gjitha këto janë procese vlerësuese ose kërkojnë procese vlerësuese, por nuk janë të Akademisë së Shkencave. Akademia e Shkencave e ka fushën e vet dhe ka rol shumë të rëndësishëm në vlerësimin e politikave për mendimin tim, edhe të ecurisë së politikave. Këtu kemi kriteret, procedurat, periodiciteti, metodologjia për vlerësimin. Vlerësimi parë i instituteve apo njësive të veçanta bëhet brenda 3 vjetëve, veprimtaria e institutit ose njësisë veçantë kërkimit shkencor mbyllet me propozimin e ministrit, po janë të gjitha detyrat ministrit. Mirë do ishte që të thuhej qartë edhe një fjali, sikur dhe një fjali, minimum një fjali për Akademinë e Shkencave. Shqetësimet e konferencës së rektorëve janë lidhur me përplasjen me funksionin e ASH-s sipas ligjit 2015 për arsimin e lartë, duke menduar që është shkelur neni 95 i këtij ligji për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë që thekson veprimtaria kërkimore shkencore e personelit akademik të IAL-s vlerësohet sipas përcaktimeve në statut ose akteve të tjera të institucionit. Unë mendoj se nuk ka vend për këtë, por do të ishte mirë që të kishte një fjali detajuese për rolin e Akademisë së Shkencave në vlerësim. Nuk e ka. Nëse do të merrnim shqetësimin tjetër që kjo veprimtari vjen në kundërshtim me ligjin ton të Akademisë së Shkencave, unë mendoj që kjo nuk është. E para njerë vetë ligji i Akademisë së Shkencave e ka parashikuar veprimtarin monitoruese të Akademisë së Shkencave dhe nga ana tjetër ne kemi disa parime në drejtësi, ne marrim detyra dhe nga ligjet tjera. Nuk është e thënë që diçka që nuk e kemi në ligjin ton të fushës, ta konsiderojmë antikushtetuese në qoftë se na jepet me ligje tjera. Kjo nuk qëndron. Kështu që Akademia e Shkencave i merr detyrat dhe ku tjetër mund të mos t'i marrë detyrat përveç se te ligji për shkencën. Kështu që më duket plotësisht e zgjidhur. Po ashtu edhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese ka zgjidhur çështjen e raportit të normave në qoftë se ka përplasje, në qoftë se ka kolizion midis normave, midis një ligji dhe një ligji tjetër, natyrisht zbatohet ligji i posaçëm i fushës i cili ka epërsi mbi ligjet e tjera që rregullojnë aspektet veçanta. Krijohet pabarazimi midis Akademisë së Shkencave dhe IAL-ve. Unë mendoj se nëse ne përcaktojmë se kush trihet funksioni ynë,
nuk ka pabarazi në këtë kuadër, nuk krijohet pabarazi. Kemi disa pyetje të cilat mund edhe nga përfaqësuesit këtu, edhe nga zonja Mirela, edhe nga përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit mund të përcillen, me që jemi ende në kohë. Ajo që tham, pra shtrirjen e veprimtarisë Akademisë Shkencave për vlerësimin, si do të parashikohet në ligj, apo do të lihet në vlerësimin e EVKM-s, apo udhëzimeve të ministrit, duhet jemi të qartë për këtë që në këtë fazë si do të garantohet pavarësia e veprimtarisë së saj nga Ministria përgjegjëse e fushës vlerësimit e tjera, dhe unë mendoj që formula është dhënë nga kryetari i Akademisë Shkencave, nëse ne rrim aty, ne nuk i kemi të gjitha këto probleme. Nga ana tjetër, nëse këtë e rimarrim në konkluzion, unë mendoj që mirë është që ligjit ketë disa detajime në, jo vetëm në këtë aspekt, po dhe në aspektet tjera që unë përmenda pak më parë. Megjithatë, duhet thënë se ky ligj ka qenë shumë i pajisur. Ka një tabel të përputhshmërisë me akin, ka një tabel të ndikimit që ka shkrimi i këtij ligji në të gjitha fushat, në lidhje me rregullimet që bën ai. Të gjitha këto ndihmojnë në komentimin e ligjit dhe ndihmojnë aktorët që do të punojnë me këtë ligjin. Po unë gjithmonë kam qenë vazhdimisht për dy detyra të mëdha që ndoshta duhet të futen në veprimtarinë e procesit ligjvënës, që kur hartohen nga ministrit përkatëse, nga institucionet përkatëse. Një komentar originalist bashkëshoqërues, që do të thotë i merr dispozitat një për një dhe i sqaron në komentar. Kur e çon në parlament, si travo preparatuar të kodeve të mëdha. Edhe kodi Napoleon Bonapartit, sot juristët që hartuan atë kod janë më të njohurit për ne, në sajt të travo preparatuar të këtij komentari originalist që spjegon vetë ligjin. E merr nenin dhe spjegon. Në qoftë se kjo bëhet që gjatë procesit të hartimit të projekt ligjit dhe ligji del më i mirë. Pse? Se ti kur e merr e shkruan komentarin, unë e kam edhe nga përvoja ime personale, më dalin problemet që si kam thënë qartë në nen. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo i shërben dhe më pas si kuptim originalist edhe gjitha gjykatave, që do marrin dhe do të shqyrtojnë çështje gjyqësore për konflikte që mund të lindin për shkeljen e këtij ligji. Gjithashtu, edhe unë jam për ato përvoja në botë që janë shumë të avancuara, që bashkë me projekt ligjin kanë dhe nga një projekt fillestar të akteve në ligjore. Kjo është absolute, duhet bërë absolute kene. Edhe unë sa të ke mundësi do të mbroj këtë pikpamje. Pse? Ndihmon në vetë hartimin e projekt ligjit duke e bërë më të mirë atë. E dyta, ndihmon në garantimin ligjor të drejtave dhe në evidentimin e problemeve që me qëllim që ti parandalojmë ato që pa u miratuar ligji dhe ndihmon pastaj në zbatimin e ligjit, se i kupton gjërat që në fillim, mënyrën se si, dhe nuk e lejon qeverin, kushdo qeveri që vjen mbas, ti interpretoj në mënyrën që ajo dëshiron. Nuk bëhet penges, sepse këto janë prospektet fillestare. Dhe pastaj, mbi bazën e këtyre merren, diskutohen dhe përpunohen aktet. Kjo do ishte, për mendimin tim, kjo do të ishte një hap që avancon shumë mirë përgatitjen e projekt ligjeve. Por këto janë politika që duhet miratohen nga qeveria dhe parlamenti, sidomos në udhërfysit, në aktet që kanë ata për afrimin me akin, edhe pse në procesin ligjvënës jemi njësoj si që përmendi këtu Geraldi të shkenca dhe kërkimi shkencor. Nuk kemi direktiva aki hartë në kuptimin këtu, janë thënë këto direktive, të do të transpozojmë ne. Jo, i kemi të drejt të butë që e quajmë ne, të shprehur në dokumente politike, deklarata e të tjera si këto. Kështu që e konsideroj që ka një hap progres këtu në gjithë dokumentat që kanë shoqëruar këtë projekt ligj
por unë kam pretendime për më shumë për të përforcuar kjo, se gjithë qëllimi është, në fundit, cili është qëllimi? Zbatimi. Qëllimi është zbatimi i këtij projekt ligj. Edhe doja ta mbyllja për shembull, ku jemi në konflikt gjyqësor, ç'a na ka lindur? Problemi i kopshtit botanik? Atë e kemi akoma në konflikt, edhe ri kopshti Pezo. Nëse qeveria na do shumë në shkencën, le të shfuqizoj VKM-n që kanë nxjerrë, sepse shkalla e parë e ka hedhur poshtë, dhe nëse ne si universitar e duam shumë autonominë tonë, të punojmë që tani që të mbrojmë çështjen e pronësisë edhe administrimit të kopshtit botanik. Nëse ne flejmë, atëherë gjithkush mendon që universiteti nuk është në gjendje ta avancojë këtë pasuri që ka dhe përjedhoj edhe mund ta humbasim atë. Ju faleminderit, nuk e. Nuk e di nëse ka ndonjë pyetje tjetër apo ndonjë gjë për të shtuar. Në rast se jo, 3. Faleminderit, profesor. Unë do të dëshiroja të thosha 2 fjalë, do përpiqem të jap sa më shkurt, lidhur me këtë nismë mjaft interesante dhe mjaft dobishme që ka të bëjë me përmirësime në një fushë shumë të rëndësishme që është shkenca, kërkimi shkencor e të tjera. Nuk mund të pohohet me gojën plot që është një nismë shumë e mirë, që në fundit i shërben përmirësimeve të mëtejshme në legjislacion. Por nuk mund të mohohet që ka akoma vend për të vendorën të, sikur se u tha këtu me shumë të drejtë, qoftë nga kryetari i Akademisë së Shkencave, qoftë nga profesora Anastasi, qoftë nga profesore Aurela, dhe nuk mundet do të pretendojmë që me një laf goje, me një fjalë që këto janë thashë theme të jetim poshtë. Nuk jetën dot poshtë, sepse këto nuk janë thashë theme, këto janë vrejtje dhe mendime që vinë nga personalitete të shkencës, të kulturës, të akademisë. Janë gjitha profesorë që kanë folur dhe që po flasin. Dhe askush nuk ka drejtë që me një fjalë të tillë fyse, do të thashë theme. S'janë thashë theme këto. Nuk janë thashë theme qoftë për një fakt të tillë që mjafton këto që tha profesor Skënderi këtu, që ka disa çështje që takohen me njëra tjetrën, që ngatrohen me njëra tjetrën, ky ligj me atë ligj, ky ligj me akte në ligjore e tjera. Thuhet që ka 2 vjet që punohet me këtë projekt. Në 2 vjet është e patolerueshme që të ngatrohen, të takohen, të kundërshtohen, të kundërvihen me këtë lloj aktesh. Prandaj le ta marrim këtë, qoftë domethënë vrejtjet që vinë nga këta profesor, apo qoftë edhe nga gazetarë të ndryshëm që ja fusin kot nga ndonjëherë, apo qoftë edhe nga sindikatat që mbase mund mos jenë kaq shumë të kualifikuar, si një gjë të mirë, jo si një gjë të keqe. S'ka pse të lëndohemi prej tyre. Ne le të marrim anën pozitive të tyre. Sepse kemi disa gjëra që bien në sy. Para disa vjetësh, unë kam qenë pjesë e një komisioni të ngritur nga kryeministri, që kryesohej nga Pascal Milua, që punuam shumë kohë për një projekt ligj për shkencë. Lexuam me mira faqe, lexuam me 10 ligje për shkencën të vendeve fqinje, të vendeve të tjera, bëm një goxha punë, këtu mblidheshin te zyra e kryetarit të Akademisë së Shkencave, sepse ai që pjesë e këtij komisioni, e mbaruam, e dorëzuam. S'na tha njëri as bravo, as ja zë kjo qafë për këtë punë. Po çfarë ndodhi? Faleminderit. Çfarë ndodhi? Na u ngrit një komision që kryesoi, ky komisioni që ishte i pari ishte i gjithë me profesor dhe me akademik. U ngrit një komision tjetër pasaj që kryesoi nga një zëvendës ministër i arsimit, që s'kishte asnjë grad, asnjë titull shkencor, dhe që i binte telefon, hajde se kemi një kështu. Ore, po dalë se këtë komision ne kemi pas, kemi bërë gati dhe produktin, ç'është ky komision tash. Pra,
nga këto lloj përvojash mund të nxirren mësime. Dhe nuk është argument që kemi 2 vjet që punojmë. Çfarë po bëhet me këto 2 vjet? 2 vjet për të bërë një ligj me 40 nene? Tjetra, si të mos merret në konsiderat fakti që bën përshtypje. Krijohet një strukturë që të quhet Komisioni për Shkencën dhe Kërkimin Shkencor, diku thuhesh i përbën nga 19 antar, tani kanë dalë 14, nga të cilët 5 janë ministra, përpara ishin 7, po sa të tjerë do jenë kryetari ati, kryetari këtij, drejtori këtij institucioni etj, që janë që të gjithë pjesë e strukturës shtetërore që do drejtoj punën e kësaj shkence. Unë mendoj që kjo nuk shkon. Dhe të nderuar kolegë, miq, merrni çfarë doni, mbajini në konsiderat. Aq më tepër që keni parasysh se çfarë thuhet. Mbase janë 100% e vërteta, mbase është vetëm 0.01% e vërtet. Akuzohen ministra për plagjatur, që kanë marrë titujt dhe gradat shkencore me kopje, me plagjatur. Këta ministra do jenë pjesë e këtij komisioni. Jo. Ç'pun ka kryeministri në krye të këtij komisioni? Këtu ka profesor të mëdhej, ka akademik të shkëlqyer. Dhe unë do t'i kujtoj profesor Angjeli dhe profesor Gjinushit një qeveri të mëparshme, pjesë e cilës kam qenë dhe unë, po në aneks, ku kishte profesor të mëdhej? Ja, kush ishte antari i qeverisë? Ja, kush ishte antari i qeverisë? Ethem Ruka, Ermelinda Meksi, e të tjerë e tjerë. Me gjeni këta në këtë qeverinë e sotme, apo në atë të nesme, apo të pasnesme. Prandaj, këto ligjet nuk janë të personalizuara, do më thot Aurelia me shumë të drejtë, nuk janë, por si do qoftë, duhet mbajnë parasysh disa realitet. Prandaj, mos u ngutni dhe mos e kaloni nesër këtë, është akoma ka nevojë për tu parë mirë dhe për të dëgjuar mirë. Shumë ndjes për tonin dhe për pasionin, por thjesht dhe vetëm nga dëshira që të bëjmë një gjë të mirë. Se kur bëjnë kështu me alehat ton francezët, nuk japin dot rezultatin e dur. Faleminderit. Që ta mbylli profesor Gjinushi tani, do i thote 1-2 komente. Po shkurtë, Do bëj folmen e gjatë më të shkurtër të mundshme. Së pari, duhet jemi të qartë që në ana proceduriale është konsumu shumë kohë, se ky projekt ligj ka historinë 8 vjet para. Edhe ne kemi dashur gjithmonë që të bëj kur ndërmor dhe reforma e akademisë të shkonin bashkë projekt ligji i shkencës me projekt ligjin e akademisë shkencës. E para, dyta, në përbërje komisioni ka qenë normal. Pra ka qenë bashkëkryetar akademia me ministrin, po në përbërje dominonin përfaqësues në rektorati, si konferencë e rektorëve, kish ministria, akademia, pra raporti forca nuk ka qenë problem, dhe ky bashkëpunim tresh, edhe çik më gjë, është i domosdoshëm. Pra shkollat e larta, akademia e shkencave dhe ministria. Është një bashkëpunim krejt normal, dhe në tërësi nuk ka pasur kështu kontradita parimore në formulim. Gjatë gjithë e curisë, dhe them kështu, se për të ishë vërtetës, pastaj ne kemi pas një periudhë mos pajtimi në artim, dhe në muajt e fundit nuk kemi marrë shumë pjesë, po për çështje kryesisht organizimi dhe teknik. Dhe andaj kanë lindur dhe disa probleme të mbartura që nuk arrihet të kuptoj në projekt ligj se ku ishte pjesa e përgjithshme dhe ku ishte pjesa e veçantë. Dhe kjo pasaj krijon atë idenë e përplasjes me ligjin e arsimit lart. Dhe por përfundimisht tani ligji është i konturuar në këtë aspekt, pra nuk ka më ngatresa në kategorizimet e institucioneve, dhe pra janë sqaruar. Pra dua të them që po të marrësh dhe në ana kështu, me që po flitet me palë,
ne dinim që shkolla e lartë ka qenë më aktive në fund në artimin e tij se sa ne, se sa akademi. Dhe për t'i rënë drejt gjërave, në vërejtjet e bëra, deri tani problemet e ngritura, absolutisht përputhen 100% me çka kemi kërkuar dhe ne si akademi për saksim. Dhe janë marrë parasysh. Puna është, a do reflektohen dhe Mirela dhe këto, absolutisht ato janë marrë parasysh, 1-1, sepse 2 probleme kanë qenë madhore. Ka qenë dhe është që ngrihet pikërisht përbërja e Këshillit, dhe aty do i pak, në mos tym tani se a meritojnë ministra atje në Antartë Këshillit Kombëtar. Formula e mirë njohur të 2 standardet përdore. Në ngrihet një këshill 100% në bota shkencore, ose ka dhe pjesëtar të ekzekutivit. Mendojmë që pjesëtarja e ekzekutivit nuk e zbek këshillin. Përkundrazi e bën më efektiv, se ju e dini shumë mirë që këshillat, në qoftë se si dëgjon njëri, kot që i ngre. Dhe ngritja te rangu i kryeministrit është pikërisht kjo, me idenë që ne kemi insistuar, kjo është formula që ndjekin të gjithë, pra formula më e njohur, kjo është që ngrihet në nivel jo pranë ministrisë, por pranë qeverisë, sepse është rasti ku flitet për shkencë dhe kryeministri pastaj i merr si merr parasysh, ky është një varet pastaj na bon sensi i çdo qeverie, por kjo është lufta. Puna është vendosësh një dialog politik shkencë. Pra dhe ta vendosësh në mënyrë ligjore. Tani ka 2 rrugë, o ngrihet, një institucion i përhershëm, ose ngrihet një këshill. Ne jemi në këtë fazë. Kështu që kjo ka qenë kuptimi i parë dhe duke kapur te përbërja, e cila rregullohet duke përmirësuar përbërje 1. Biles ne si akademi jemi edhe kompetencat e këtij këshilli, unë do t'i quaj dhe kompetencë, pavarësisht që është këshill. Pra për aktet kryesore që lidhen me kërkimin shkencor, këshilli do t'jap pëlqimin e tij. Nëse do të luajë rol. Që për projekt buxheti, më them, për kërkimin, për tregust kryesor të kërkimit shkencor, se këto janë gjërat ku po investohet, ku po bëhet e tjera dhe ku duhet përmirësuar, ku duhet përmirësuar në të ardhmen. Pra, kryeministri normalisht, para se të kaloj buxhetin, për pjesën e shkencës, merr pëlqimin e tij këshilli. Për aktet kryesore, si do vlerësojnë punojësit kërkimor shkencor, e tjera, para se dal akti, konsulenti më kompetent është ky këshill. Tani sa do luaj rolin, varet, ju e dini, kjo është më e gjatë se historia e njerëzimit, debati midis ekzekutivit dhe shkencës, por ligji e jep këtë mundësi formalisht, institucionalisht. Dhe rregullimi i përbërjes është marrë parasysh dhe do merret parasysh, që të jetë një. Dhe realisht dhe me propozimin në fuqi janë 4 në rektoratet, 4 në akademia dhe 2 në qendrat e transferimit të teknologjive, i binin 10 vetë. Formalisht ishte shumica, po aty këshillat nuk kanë mbet puna të votojnë. Pa erdhi puna në këshill të votojë dhe se di që një këshill konsultativ, kryeministri thot fituar me vot, edhe se marrin parasysh. Atëherë më mirë mos e mbahet. Pra shkurt muhabeti, kjo absolutisht janë marrë dhe do merren parë dhe ne do insistojmë dhe po them që tërvërejtjet tona ose çka kemi kërkuar ne të saksohen, përputhen me kërkesat e konferencës rektore. Doza, kuptimin e trajtimit, ka qenë e tepruar. Jo shkeljet kushtetuta, kur ajo, vetëm me këto rregullime, s'ka shkeljet kushtetutës. Sqarimi mos përplasjes së ligjeve, absolutisht bëhet, sepse ti je jurist edhe mos ta bësh, do veproj ligji posaçëm para ligjit tjetër, vetëm krijon konfuzion, krijon përplasje. Dhe për sqaruar pastaj dhe pozicioni i akademisë, u tha dhe atje, sepse ishte keq kuptuar sikur ministria dhe akademia organizojnë vlerësimin e punojësve kërkimor, të instituteve, absolutisht bëhet fjalë për atë vlerësim. Të bëhet fjalë dhe u tha të rregullohet pikërisht, që theksoi dhe Aurela,
që thuhet vlerësimi i ecurisë së kërkimit shkencor në tërësi. Jo vlerësimi as i punojësve kërkimor shkencor, as i instituteve. A është vlerësimi dhe për akademin, këtë kërkuam ne të vijet, sepse ka ligje Akademisë Shkencave. A themi ti martojmë që ligjet janë në harmoni. Atëherë dhe Akademia Shkencave, biles, kjo ishte edhe një, po themi tolerant, pra se bën vetëm ekzekutivi dhe këtë vlerësim. E bën dhe një institucion i pavarur, që është Akademia Shkencave. Dhe Akademia Shkencave është gjithë universitetet. Që Asamblea Akademisë Shkencave është bordi më përfaqësiv i universiteteve e shkollave lartë. Pa hyrë komisionet e Akademisë Shkencave, njësit gjitha përbërë në 90% profesorë pedagogë. Dhe ne po vlerësuam veprimtarin ton, 99% kemi bërë dhe vlerësimin e. Dhe kur thua vlerësimi, bilesi që dhe fjalë është, si thonë, raportim, kjo tu bëhet fjalë për që raporton kuvendit, qeverisa, tjerë, pikërisht dhe Këshillit Kombëtar të Shkencës, ku i thuhet mendimi yt për ecurim, për problemet edhe masat për të ardhmen. Ky është, pra, është tjetër vlerësimi përmendur këtu si term, na vlerësimi përmendur në ligj për punonjësit tjerë. Dhe kjo sqarohet, biles aty mendoj që ram dakord që me rektorin, që shtohet kjo, saksohet vlerësimi i ecurisë përgjithshme në termat përgjithshëm të kërkimit shkencor e tjerë, dhe mbyllet ky kapitull. Pra sqarohet edhe kjo gjë dhe kaq është. Prandaj edhe për akademinë në ligj nuk ka më tej se çfarë bën, çfarë s'bën, sepse syn ajo në vlerësimet të tjera ka atë vlerësim që jep si detyrë, biles është kompetencë, është detyrë që jep ligji Akademisë Shkencave. Kurse pjesët e tjera pastaj, me të drejtë, kushtetuta jon e ka të detyrë sot që çdo ligj duhet të caksoj qartë çfarë aktesh nënligjore dalin. Pra akti nënligjor nuk del pos që autorizuar në ligj. Pra jo sa herë të kërkosh ti të bësh akt nënligjor, por dhe gjithmonë në kuvend her pas here është ngrit ky shqetësim që zakonisht ligjet që hynë për herë të parë, ligjet si thosh tjera, të shoqërohen së bashku me aktet nënligjore kryesore, sepse ajo jep dhe një panoramë të qartë dhe gjithë to debate se a hyhet, syhet, cënohet apo nuk cënohet kushtetuta apo parimi i autonomisë, aty lexohet më qartë sepse në fund po cënove do cënosh nëpërmjet akteve nënligjore, të cilat dhe një nga vërejtjet që ja thash dhe këtu, është pikërisht kjo që në ligj do të shtu më shumë fjala statut se sa me akt Këshilli Ministrave. Pra këto rregulla caktohen në statut dhe me akt Këshilli Ministrave. Pra akti Këshilli Ministrave në fund duhet të ketë vetëm parimet kryesor, kurse statuti duhet të jetë. Pra kjo për të fuqizuar pjesën autonomi. Dhe me këto absolutisht janë marrë. Dhe pra nuk ka një kontradikt të ndroç midis akademisë dhe rektorateve. Pikë. Në mënyrë absolute, sepse kemi njëjtin interes, të njëjtin vizion, por janë të njëjtat vërejtje në esencë, po themi për gjërat kryesore apo shqetësimet të para, kurse në interpretim dhe në amplifikim dallojmë. Aty pastaj don. Sepse ne e quajmë që është e korrigjueshme, pra dhe do punojmë që të korrigjojmë, përmirësohen, dhe nuk e quajmë të pashërueshëm. Pra ky projekt ligj është i korrigjueshëm deri në fund për të falenderoj. Mirë. Besoj se ishte një mbledhje ose më mirë një tryezë e komisionit shumë e dobishme, edhe nga përmbajtja, po dhe nga sugjerimet që u bën. Dhe duhet ju falenderoj të gjithëve, veçanërisht kryetarin që mori pjesë në mbledhjen e komisionit. Shpresojmë që mesazhet që u dhanë të jenë reflektare nga autorët që do shkojnë nesër të mbrojnë në komision ligjin dhe të na shërbej për suksese në procesin
edhe në procesin e integrimit në kapitullin 25, po sidomos në vepritarin ton shkencor.